si funksionon ligji i vitit 2022 që ju ka sjell juve në këtë propozim projekt ligji, çfarë mangësish ka, çfarë hapësira shkrijon, sepse sipas raportit, projekt ligji aktuali zgjidh gjitha qëllimet që ju keni, veç po patët qëllime tjera, sepse qëllimet që ju thoni në relacionin tuaj zgjidhen me legjislacionin në fuqi, sipas asaj që të paktën ka pasur qëllim dhe ligji i vitit 2022. Ne kemi një park i cili nuk ekziston. Kemi një park virtual, teorik, në letër. Janë 50 kompani që përfitojnë favore fiskale. Kompani të cilat janë quajtur prej SPAK-ut grupi strukturuar kriminal. Tani ju po krijoni favore të tjera fiskale për kompani të tjera me një park, me një koncept që e njihni si park virtual. Ju keni propozuar ulje taksash. Keni propozuar potencialisht të vësën 0%, lehtësi fiskale, favore regulative, dhe ne nuk kemi akoma një mendim me të drejtë thatë që nga nëntori nga ana e qeverisë për këtë. Një llogaritje si ndikon kjo në buxhetin e shtetit. Çfarë përgjigje ka sjell Ministria e Financave? Dhe ky është një detyrim kushtetues. Qeveria shqiptare duhet të kthejë përgjigje. Nuk mund të kalojmë këtu ligjen në parlament pa qeverinë shqiptare që kthen përgjigje për impaktin që ka në buxhetin e shtetit. Është një fjalë goje ulim taksat. E them unë si opozitë çdo ditë hajde ulim taksat dhe përgjigja e qeverisë është sa është impakti në buxhet. Na tregoni pra sa është impakti në buxhet. Si do të përfitohet? Këtu shteti, me sa kuptoj, në propozimin tuaj hyn në 4 marrëdhënie njëkohësisht. Shteti është aksioner tek parku, shteti është palë në shoqërinë e përbashkët që ju do krijoni, shteti është blerës i prokurimeve dhe shërbimeve dhe autoritet që përcakton dhe rregullat me model kontrate, sepse në propozimin që ju keni dhënë jepni përgjegjësi qeverisë shqiptare që të vendosi me VKM model kontratat, po njëkohësisht edhe një sër përgjegjësish të tjera. Së pari për mua shumë koncepte që ju i delegoni me VKM duhet ishin përcaktuar këtu në ligj. Sepse po japim autoritet qeverisë shqiptare për të bërë gjëra që duhet ishin normuar këtu me ligj dhe kjo nuk është një propozim i juaj i vetëm, po edhe shumë projekt ligjeve të tjera dhe unë e shoh këtë si një rrezik shumë të madh. Edhe për të ulur dhe për të zbehur rolin e parlamentit. Ka një direktivë Bashkimit Evropian që kërkojnë që autoritetet kontraktore të trajtojnë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe kjo që po japim ne është një trajtim preferencial. Këtu po ndërhyjmë edhe ndihmën shtetërore ne. Sepse po japim disa kompanive në tregun e teknologjisë informacionit ndihmë shtetërore. Edhe kjo është në shkelje të marrëveshjes stabilizim asociimit dhe në shkelje edhe detyrimeve tona në procesin e antarësimit. Problemi i kësaj nisme unë mendoj që është selektiviteti. Është fakti që ne këtu po japim favore disa kompanive. Po japim shtetit një përgjegjësi shumë të madhe për ndërhyrje në treg, po japim shtetit mundësinë që të prish garën dhe konkurrencën në sektorin e teknologjisë informacionit, ndërkohë që është prishur, sepse kemi Duranën që operon atje, dhe këtu po e thellojmë akoma edhe më shumë.